Për afro 90 minuta, ish kryetari i gjykatës së Gjirokastrës Guzimtar Boçi, i cili dyshohet si i përfshirë në një audio skandal, ku dëgjohet teksa bisedon me një qytetare, të cilës i kërkon afera seksuale në këmbim të një vendimi gjykate në favor të saj, është marrë në pyetje nga Prokuroria për Krime të Rënda. Ndaj Boçit menjëherë pas transmetimit të audio skandalit në emisionin Stop, kanë nisur hetimet për akuzën e korrupsionit pasiv. I shoqëruar nga avokati i tij Sajmir Visha, ish kryegjykatësi Boçi u ka kërkuar prokurorëve t'i vënë në dispozicion provat dhe ka mohuar të jetë i përfshirë në ngjarje. Megjithatë, hetuesit janë teje të rezervuar për të dhënë detaje të mëtejshme rreth dëshmisë së tij. Avokati Boçit tha për mediat se kallëzuesja ka mashtruar dhe se audio përgjimi është sajes. Kemi të bëjmë me një persone, për cilën me një moral dhe pa integritet, ka vënë në lëvizje prokurorinë e Retit Gjirokastër, ku të gjitha kallëzimet e saj janë pushuar, ndërkohë që jemi të sigurt që edhe Prokuroria e Krimeve të Rënda do zbatoj ligjin pasi nuk ka vepër penale. Absolutisht janë çdo gjë e montuar. Guzimtar Boçi u shkarkua nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nga posti i kryetarit të gjykatës së Gjirokastrës. Gjithashtu, ai u pezullua nga detyra e gjykatësit. Prokuroria e Krimeve të Rënda në kuadër të hetimeve të nisura ndaj tij, gjatë të njëjtës mori në pyetje dhe gjykatësen tjetër të Gjirokastrës, Blerta Qibuku. Ky e fundit ka shqyrtuar çështjen ku palë në proces ishte edhe qytetare që bëri përgjimin. Gjykatësia Qibuku tha se vendimin kundër gruas e ka marrë bazuar në prova e fakte dhe se nuk ka patur asnjë ndërhyrje.